24 gushti, dita e kujtesës për vuajtjet në internimin në kampet e Savrës, Gjazës, Kosovës së Madhe, Plukut, Thanës e të tjerë, është përkujtuar me disa aktivitete të mbajtura në Lushnjë. Këtë ditë me këtë rast merrin pjesë në një tur veprimtarisht të përsekutuar të regjimit totalitar, përfaqësues të bashkisë e kryetari Eriselda Sefa, si dhe presidenti i Republikës Bayram Begaj. Aktivitetet nisën në Lushnjë në memorialin e kujtesës, ku u vendosën kurora me lule në memorial që përkujton vuajtjet e kësaj shtrese. Aktivitetet vijuan në Savër, një ndër qendrat kryesore të internimeve në Lushnjë. Në sheshin e Savrës, ku ndodhet e memoriali i kujtesës me emrat e të internuarve, aktiviteti filloi me përshëndetje. Gentiana Sula, drejtoresha e autoritetit të dosjeve, u shpreh para të pranishmëve dhe tha se dita e kujtesës duhet të shërbejë për të plotësuar dhe transmetuar vuajtjet e kësaj shtrese gjatë regjimit komunist. Bayram Begaj, presidenti i Republikës, falenderoi për këtë ditë kujtese e cila duhet të shërbejë për të mos harruar kalvarin e vuajtjeve të internimeve dhe persekutimeve. Ai u shpreh se këto vende duhet të na bëjnë të mos harrojmë. Vërtet, nuk ishte vetëm padrejtësi kriminale ndaj familjeve të internuar. Ai njolloste po aq padrejtësisht edhe dinjitetin e një zone të përmendur për mjekpritje dhe bujari. Këtu sollën njerëz nga veriu e jugu, nga qyteti e fshati, burra e gra, pleqe fëmijë, njerëz me histori dhe bindje të ndryshme, por që pushteti i kohës i kishte vulosur me një fat të vetëm, të padëshiruar, sepse ata nuk mendonin si ai. Dhe pa çdo fjale si biografi, armik apo i padëshiruar, shkatërroheshin jetë njerëzore dhe familjet tëra. Më falni që unë do të përmend njërin prej jush, sepse duhet t'i përmend gjithë. Patjetër meritoni respekt dhe dinjitet. Unë do të përmend njërin prej jush, i cili është këtu me ne sot, Sofokli Kuqeshi. Ishte vetëm 10 vjeç, kur në vitin 1960, në Korrik, u soll në Savër bashkë me nënën, 5 vëllezër dhe motër. Babai ishte pushkatuar, xhaxhai ishte dënuar me 22 vjet burg. Çfarë faji kishte Sofokliu 10 vjeçar? Familja ku ai kishte lindur? Sofokliu kaloi 30 vite të jetës tij këtu. Sot, kur të ndalemi të vendi i apelit për ne, ai mund të duket thjesht një pikë në itinerarin e sotshëm të kujtesës. Por për Sofokliun dhe të gjithë ju, ishte dhimbje dhe pyetje e përditshme. Ne ndoshta këtu kuptohet më qartë absurditeti dhe mizoria e sistemit. Një fëmijë 10 vjeçar që nuk kishte kryer asnjë krim, e megjithatë ai vuajti një dënim që do të shënjonte 30 vjet të jetës tij. Kjo ishte gjithashtu një nga padrejtësitë më të rënda të atij regjimi. Muze i ish kampit të detyruar të punës nuk do të ishte thjesht një ndërtesë me objekte të vjetra, do të ishte një hapësirë dëshmie. Aty mund të ruajnë fotografi, dokumente, objekte personale, rrëfime të internuarve, harta të kampeve dhe dëshmi të jetës së përditshme. Por mbi të gjitha, aty duhet të dëgjohet zëri i njerëzve, sepse dokumenti na tregon çfarë ka ndodhur, objekti na tregon si ka ndodhur, por dëshmia njerëzore na tregon çfarë ka ndier njeriu. Dhe kjo është arsye pse ruajtja e këtyre vendeve është një detyrim historik. Dhe kemi nevojë që brezi i ri të vijë këtu dhe të pyes, pse ndodhi kjo, si mund të ndodhte dhe çfarë duhet të bëjmë që të mos përsëritet më kurrë. Ky është qëllimi i vërtet i kujtesës, sepse një muze nuk është vetëm një vend ku shohim të kaluarën, por është një vend ku mësojmë të ardhmen. Sot duke folur për ish-kampet e detyruara të punës, ne u japim një zë atyre që për shumë vite nuk patën mundësi të flisnin, dhe u themi familjeve të tyre se historia e tyre nuk është harruar. U themi brezave që vinë se liria dhe dinjiteti njerëzor nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë, por se ato duhen mbrojtur çdo ditë. Dhe të tjerë dëshmitar, por edhe unë jam dëshmitar i vuajtjes së dënimit të familjes time, të babait tim, të xhaxhait tim. Pse? Sepse babai i tyre ishte adhetar, ishte nacionalist dhe u pushkatua. Dhe ata ishin më i madhi 4 vjeç. Dhe deri sot,
që ne po flasim para jush, ende strolatemi. Ne, si të përndjekur politik, kur nuk kemi kërkuar lëmosh. Ne kemi kërkuar dignitet. Dignitet që për hir të vërtetës diktaturat tentoi me të gjitha mjetet për të na e mohuar dhe pse nuk arriti. Savra, ku këtu erdhën qindra familje që i dhanë tonin historisë së Shqipërisë, së formimit shtetit shqiptar deri në vitin 45, si familjet e 5 kryeministrave kanë qenë këtu, familja e Koçokotës, familja e Mustafa Mërlikës, dhe të tjerë. Shqiptarët jemi ndryshe. Dhe kjo ka përqë politika nuk na ka shkuar të nënës, por të nënës dhe të njërkës. Këta e them me plot gojë. Pse? Janë disa arsye pse e them të. E para, ju kërkoj falje se ndërsa ndryshim politik, po unë jemi detyruar sepse përfaqësoj shtresën 35% popullatës Shqipëri. Di që ish ushtarakët, që jemi kundër saj, marrin pension special me anë statusit ushtarakut, ish ushtarakut. Kurse ne, prindit tanë, ju në pjesë që jeni moshuar, keni punuar në të vendet. Dhe nuk është vetëm Savra. Janë 10 Savra të tjera. Janë 10 burgje që kanë qenë të internuar para 53, një nga ta janë mund që në moshën 4 vjeqë. Dhe qa kështë bërë, thjesht se baba ishte partizan dhe 26, e pa që këtu s'kishte demokraci përveç diktaturës, foli, e konsideruan armik e dënuar me pushkatim, fati tia shpëtoi iku. Por e paguan me 4.000 gjyshja që edhe sot eshtët e saj ndodhen ka kamës të Tiranës dhe ne nuk e dim se ku e ka varrosur gjyshja. Edhe në 26 vjeçare kaloi jetën me zesa, nuk dua të ndryj çështjeve personale. Tani mundësit janë optimale që kësa shtrese sa do pak, kjo dhe simbolike, si pas kushteve të buxhetit shtetit, tu jepet një pension si status të përndjekur politik. Më pas të pranishmit kanë vizituar ekspozitën dhe kanë parë nga afër barakat ku kanë jetuar të internuarit. Aktivitetet kanë vjuar në fshatin Gjaz, Kosovë e Madhe, Pluk, vend regjim komunist, i ka përdorur për internimin e kundërshtarëve politik. Aktivitetet vazhduan gjithashtu edhe në Gjaz, ku deputeti Sajmir Koreshi u shpreh se ka shumë vende në Lushnjë që duhet të shërbejnë për të ruajtur kujtesën për vuajtjet e të internuarve. Përfaqësues të internuarve kanë vjuar edhe në vende të tjera internimi, si Kosova e Madhe dhe Pluku.